bëjmë kështu. Nëse ti ngjan do pak me mua dhe shpresojmë që jo, ndoshta ke menduar shpesh se s'mund të jem kështu apo ashtu? Ndoshta do të kisha më shumë miq, nëse do t'isha kështu e ashtu e... Jo, do si do. Ndoshta do t'isha më e famshme, më e pranuar. Unë quhem Sabrina dhe jam shtrig. Pak a shumë, s'kam ç'ti bëj. Ndoshta nuk e di se çfarë jam. Mendoj se pikërisht ky është problemi. Me pak fjalë, puna është se nuk e di. Dhe duhet ta gjej. Këtu fillon gjithçka. Që në fillim. Jeni të gjithë shumë të mirë. Shijoni festën, pini ca ponç, argëtoni. Po ku është? Pse nuk është këtu? Sabrina jone vogël, 13 vjeçe. Atëherë, do t'i hapim dhuratat përpara se të mbush 14 vjeç? Do t'i hapim dhuratat, zemër, ki durim. Urdhëro, merr pak tort. Salem. Jam duke llogaritur kalorit. Këto lloj kalorish nuk quhen. Ndoshta s'do të vi. Ndoshta ata e din për mua. Se çfarë jam? Ose çfarë nuk jam? Gjepura, çdo shtrig merr një kur mbush 13 vjeç. Po unë nuk jam si çdo shtrig. Unë jam ndryshe. Jam... Ti je vajzë e veçantë, Sabrina, dhe mos e harro kurrë këtë. Erdhi! Sabrina Spellman? Jam unë. Firmosni, ju lutem. Është këtu, është këtu. Përshëndetje, Sabrina. Unë jam Enchantra, mbretëresha e shtrigave. Salem! Është një hologram, nuk mund të na shohi. Tregu pak respekt. Kështu? Kam ardhur të të uroj për 13 vjetorin e ditëlindjes dhe të uroj mirëseardhje në qytetin e shtrigave. Dhe thuaj ati topit me lesh që të tregoj pak respekt për para se t'ja këpuz bishtin. Shkopi ytë është brenda, përdore me urtësi, vogëlusha. Sabrina jone vogël, shkopi i magjik. Me si po presta përdor. Po ti duhet të presësh. Sabrina, zemër, një shtrige përdor magjin me mençuri. Po. Mirë, mirë. Atëherë në rregull. Sa mirë, beni humor në kuris të maqokot. Natën e mirë të gjithëve, natën e mirë Xhaxha Justas. Thjesht mendo, të hënën në Akademinë e Shtrigave, e di që do të të pëlqejë shumë sa na ka pëlqyer ne. Jemi shumë krenare për ty, Sabrina. Po, krenar, po. Kjo është shumë e bukur, por shumë e kuqe. A je pa të? Çfarë po bëni? Po kujtoja të shkuarën. Zelda Spellman, studentja më e mirë, klasa e vitit 1643. Hilde Spellman, studentja më e mirë, klasa e vitit 1644. E mban më drejtoreshën? Zënjushën Shtrig. Oh, sa na donte ne ajo. Të kujtohet, motor? Ne ishim të Po shkëlqyer. smaroni dhe mua, maqokun fitues të medalionit magjik. Ma dha vetë maqoku gri i pyllit perëndimor për urtësinë dhe guximin tim. Po, sigurisht, Salem. Dhe ne e dim, Sabrina, që ti do ta vazhdosh traditën e familjes sonë.
Sabrina, unë e di se çfarë je duke menduar. Të dyja tezet e mia kanë qenë zëset më të mira, ato jem dhe unë si ato, a mund t'ja dal, a mund të përballoj dot? Nuk po mendoj këtë. Nuk është ashtu? Atëherë, ja ku jam, 13 vjeçë, po shkoj në akademi, çfarë do vesh? Jo, nuk është kjo. Jo, po sigur. Çfarë do të ndodh kur ta marrim vesh që unë nuk jam një shtrig, siç do t'isha? Shikoj yllin, unë jam gjysmë shtrig. Ata do ta kuptojnë që kur të shikojnë që s'di të fluturoj. Oh, Hilda Motor, shikoje konviktin. Është i bukur si gjithmonë. Një atmosfere mrekullueshme për të mësuar. Shiko, Hilda, ja ku është zonjusha Stenç. Dhe zonjusha Fetit me zonjushën Rig. S'është aq keq apo jo? Të gjithë duken si të këndshëm. Ha? Përshëndetje. Ato këpucët nuk janë pjesë e uniformës. Wow, kush është ajo shëmtira? Si? Më fal, po çfarë the? Jo, unë e kisha fjalën bukuroshe. Po, vërtet. Zonjush Shtrig. S'pas ke ndryshuar fare. Në mbani mend ne? Hilda Dhe Zelda, studentja më e mirë e vitit 1643. dhe 44. Po, më kujtohet. Ju keni qenë të vetmet studente në vitet 43 dhe 44. Ne ishim. Dhe kjo është mbesa jon, Sabrina Spellman, studentja tjetër më e mirë. Thunja tjeta? Sabrina? Mos më thuaj që je si të zede tua, jo? Ti ke diçka të ndryshme, apo jo? Shiko atje! Kush është? Shpejt! Nëse më lejoni, ju lutem, As të shtyll fare, zonjusha Shtrig. ti duhet jesh Porsha. Është privilegj të të kemi këtu. Jam e sigurt që po. Më falni pak. Duhet të na e thuash patjetër. Ku I ke bler rrobat e tua? I kam bërë të gjitha me porosi. Wow, unë s'do të bëhem kursi ajo. Ajo është e përkryer, kaq e famshme, kaq krye lart, kaq. Kaq. Oh, vajza jonë e vogël. Në Akademinë e Shtrigave. Studio shumë. Na ndero, të lutem. Mirupafshim, Salem. Dhe mos haro, ti je po aq e mirë sa ato. Mos të them më e mirë akoma. Çfarë po bën tani? Po ngre gishtin lart. Nëse do kisha gisht. Ej, më prisni dhe mua. Kam shumë uri. Mirëmëngjes, shtriga të vogla. Për nder të ditës së parë, sot do të kemi një vizitë speciale. Ju pa dyshim jeni të gjitha shtriga të reja të mrekullueshme. Jeni të gjitha të talentuara e të përgatitura. Keni kaluar vite duke përsosur artin e magjisë. Ju dini shumë gjëra, por enda keni shumë të tjera për të mësuar. Dhe prandaj ju jeni këtu, të dashurat e mia. Në javët që do të vinë, ju do të mësoni 3 parimet e të qenit shtrig. Një shtrig e përdor magjin me mençuri, një shtrig është e ndershme me miqtë e saj, dhe një shtrig është e ndershme me vetveten. Këto janë të shkruara në pemën e urtësisë.
Çfarë peme? Si ishte puna? Në pemën e urtësisë, në mbretërinë e shtrigave, ku rritet e gjithë e vërteta dhe urtësia. Tek ajo pema. Këto janë vetëm disa nga gjërat që do të mësoni në akademi. Më e mira nga ju do të marrë si çmim shkopin e artë. Ai është shumë i bukur, po mendoja se kush do ta marr. E po Porsha, kush mund t'ishte tjetër? Familja ime e merr gjithnjë shkopin e artë. Veç kësaj, më shkon shumë edhe me flokët. Por disa nga ju nuk do të shkëlqejnë. Disa nuk do të vazhdojnë dot. Disa nuk do të bëhen dot shtriga të vërteta. Unë mendoj se ju e dini se kush jeni. Edhe unë e di. Ej, kujdes me ata bishtin që po shkel. Salem! Po ti çfarë po bën këtu? Gëzojmë shumë që po të shikoj. E po ke një mënyrë shumë të çuditshme për ta treguar këtë. Sa herë duhet ta them të kesh kujdes gëzofin. Prit, hej, ndalo. Ndërova mendje. S'jam e kënaqur që po të shoh. Ti nuk duhet të ishe këtu në këtë vend. S'besoj se mendove se do të liaj që të shkoje vetëm në një vend të bukur si shkolla e shtrigave, apo jo? E po, duhet ta pranoj që fillova të ndihesha shumë e vetmuar. Po. Një pyetje. Ku është fotografia ime? Ose bëj atë? Ma jep atë? Kisha ndërmend ta bëja. Pastroj me njëra atë. Do të më futesh në telashe dhe mos e pastro me gjuhë. Nuk dua jarg në murin e dhomës. Dhe nxito, Salem. Nesër është dita ime e parë e shkollës dhe dua të jem e çlodhur dhe gati. Bëhet kështu. Mosu. Tani, Porsha, zogj blu? Bri? Sabrina? Idea e dur, specia e gabuar. Ups. Dalini ta provoj përsëri. Unë e di që... Jo! A mund të mi heqësh qafe këta peshq? Mos. Më jepni dhe një shans. Unë mund ta bëj. Do ta shihni. Shumë mirë, zemër. Po këtë herë përpiqu të nxjerrësh një zog, mirë? Mirë, kjo është ndryshe, Sabrina, shumë ndryshe. Salem, po ti më premtove. Macho, ku duhet të haj? Më falni. Më është ngjirur zëri. Më shpëtoi zilja. Magjia e energjisë, magjia e dijes, magjia e transformimit. Po si, unë as emrin si ja them dot. Sabrina, magjia e guximit. Quantum? Bri? Quantum indignito termina... Treqa. Nicole? Quanto indignatus determina meritorium ut dunque monerarius. Shumë mirë, voglushe.
Sa mendje madhe. Transmigracioni është vendosja një objekti nga njëra pikë në një pikë tjetër. Pa të shohim. Pusha, demonstroje. Lart e pjertas. Shumë mirë, zemër. Natyrisht. Rriti, rreth i plot. Hej! Unë jam... Oh! Ky është një fillim. Më vjen shumë keq, Sabrina. Kjo ishte shumë e sikletshme. Do t'ja dalësh. Mas dëgjova gjë për shpërim. Sabrina, lart rrotullo, pastaj pjertas. Nuk ndodh asgjë. Po ajo çfarë problemi ka? Ej, nuk e di. Ndoshta ajo nuk është ende ajo shtrik që duhet jetë. Të mos harrojmë të gjithë që kjo është Akademia e Shtrigave dhe ne jemi të gjithë këtu për të mësuar. Mos ki merak, do t'ja dalim të dyja. Faleminderit, Britney. Ti duhet të qëndrosh këtu ose do t'i them Zeldës që të vi të marrë me një herë. Po, mirë, pa tjetër. Si e shkolla? Po ajo drejtoresha, është a që keqe sa duket? Kush është ajo me qime? Se duroj do të fare atë. E di, Salem, kjo nuk është e lehtë. S'kam nevojë për ty që të më shtosh akoma sikletin. Brina! Ti sa po bërë një magji? Vërtet? Ja dola? Ja dola! Pa shiko, voglushe ime e shtritur tani. Duhet të shkoj, nuk dua të bëhem vonë për mësimin. Mos dil nga kjo dhomë. Pa tjetër, nëse të duhem, unë jam këtu duke ngordhur urie. Lipsarët s'mund të zgjedhin. Ç'kemi? Përshëndetje. Sabrina, këtej. Kush? Unë? Hajde. Sybret pose dhe alkohol bimësh. Lule bish luani, bim helmuese, bim tropikale. Cilët janë përbërësit e kjo, Nikol? Përgjigja mund t'jetë tek miu i librave. Pak hidhës, acid sulfurik, vezgarpri, gjethementeje, Dhe? këmpili vese. Qishtë ajo? Ti nuk më the këmpili vesa, apo jo? Nikol! Nikol, kujdes! Mund të bësh punë më të mirë me krosin asaj bluzë zemër. Në akademi gjithë secili duhet të duket sa më mirë gjithmonë. Po përpiqem ta marr me mend se kush e bëri këtë. Sabrina! Mos që ndërkot atë, bëj diçka. Provo me shkopin tënd. Nuk e di ku është. Shumë mirë. Sabrina, Unë ta kisha bërë vetë. unë vetëm po mundohesha të... Nuk më duhet ndihma jote. Sa e çuditshme që qenë ka kjo. Është e kot. Zonjusha, ju tani do të mësoni parimin e parë të qenit shtrir. Magjia duhet përdorur gjithmonë me urtësi.
Në javët dhe muajt në vijim, ju do të mësoni parimet e tjera. Një shtrik është e ndershme me miqtë e saj. Një shtrik është e ndershme me veten. Kur të keni mësuar këto gjëra, do të bëheni vërtet shtrikat që mund të jeni. Kujdes ku e thata! Më ka marrë vërtet malli për shtëpinë, për Zeldën, Hildën. Është shumë e vështirë këtu. Jo vetëm mësimet, por edhe vajzat. Unë po përpiqem të zëshoqe, vërtet. Por sa më shumë përpiqem, mendoj se ndodh nga që unë jam si ato. Unë jam vetëm gjysëm. Sabrina, ti vërtet shqetësohesh se çfarë mendojnë vajzat e tjera për ty? Vërtet të bëhet vonë? Se di, ndoshta jo vërtet. Sabrina! Britney, ajo do të shoh. Çfarë do të mendoj? Shpejt, fshiu! Sabrina? Oh, një macë pelushi. Që nga shumë e vjetër dhe e rjepur, duhet ta kesh prej shumë kohësh. Po, duhet kesh kujdes, ka rrezik të coptohet. Atëherë çfarë bëhet, Brit? Unë erdha të të ftoj në dhomën e Porshas. Do bëjmë një fest me pijama, do të vish? Unë? Je sigurt? Sigurisht që jam. Mirë, në rregull. Do të kisha shumë qef. Unë pa dyshim s'kam qenë kështu kur isha adoleshent, sepse gjërat ishin ndryshe 400 vjet më parë. Sabrina, Hej, Brina, hajde të provosh gërshetat me Xixha. Po ja, unë sapo kam lar flokët dhe s'bëj dot gjë për këtë. Hajde këtu pra, pa shiko, vjen vërdall si gjysmë shtrik. Jam pak e ngrirë, kjo është e gjitha. Nga ajo që ndodhi me bistin e fshesës, e keni parasysh? Ajo ishte gallat fare. Po, na shkriju fare. Po qëndroj këtu poshtë, këtu është but. Pash që Nikola po fliste me ty, është në rregull ajo apo jo? S'është as pak miqësore. Ajo pa dyshim që është krejt artificiale. E ja të rregulloj flokët. Bukur, Brina, shikojeni këtë. Kapitulli 13, lëngjet e dashurisë. Wow, shikoni këtu. Si të realizosh prallën tënde? Mos duhet të përgatisim pak nga kjo për Nikolën? Imagjinon do të atë duke vallëzuar në ballë me një princ? Duke bërë patinar si një princesh me një vend të akull çuditërash. Duke notuar në det si një siren. Lëngu për të fituar fuqitë e plota të shtrigës. Këtë do ajo e shkalluara. Po, mirë. Po, mirë. Lëngu për të fituar fuqitë e plota të shtrigës. Zemër palme, kundra fluture, ves mëngjesi, ditka. Diçka nuk shkon. Të duhet mërkur. A i rregullon.
Pak më kur. Tani është në rregull. Mirë. Faleminderit, Nicole. Kanë gjithë një kundër formulën në faqen tjetër. Brina, nxito! Do vonojemi për drek. Sot kemi merimanga. Mirë. Atëherë shkojmë. S'më besoj që ajo Nikola po të fliste përsëri. Ty si të duk ishte shumë e shpifur? E dini se çfarë mendoj unë? Unë mendoj se është gjysmë shtrik. Jo! Në shkollën tonë? Jo. Nuk bëhet fjalë. Nuk është e mundur. S'ka mundësi. Ajo gjithmonë lexon, sikur si vjen natyrshëm. Dhe bas se po t'i shohësh dorën, aty do të ketë një gjysmë ylli. E merr dot me mend? Një gjysmë shtrik në klasën tonë? Po, ashtu. Sabrina, a do të vish? Po vi. Hyr. Ç'kemi? Nicole, duhet të flas me ty. Hej, pa tjetër. E po, është diçka për mua. Shiko, është për mua. Ti je gjysmë shtrik. Dëgjon njeri, unë jam në dhomën e fundit të korridorit. Gjithsesi, ç'të keqe ka? Edhe unë jam gjysmë shtrik, ka edhe gjëra më të këqija. Jo, nuk ka. Nëse vajzat e marrin vesh, më premtoj që s'do t'u thuash. Prandaj erdhe? Të sigurohesh që do ta mbaj gojën mbyllur? Mos ke merak. Nuk do ta rrezikoj miqësinë tënde. Faleminderit, Nicole. Je më e mira. Se di pse e vret mendjen kaq shumë se çfarë mendojnë ato. Atëherë shoqjet e mia nuk do të më pranonin po ta dinin këtë gjë. E di, Nicole, edhe ti mund të jesh mik e tyre. Unë nuk e besoj këtë gjë. Po si, ato janë të lezetshme. Mendoj se duhet vetëm të rregulloj pak. Vërtet mendon kështu? Jo, nuk e mendoj. Unë e di. Tani ajo që duhet të përmirësosh është mënyra e sjelljes. E ke parasysh në mënyrë magjike, ti si më entuziaste. Ja kështu. Ç'kemi? Mos më thuaj që më duhet të hedhë dhe flokët pas, apo jo? Ti provoje. Ç'kemi? Po thuaj se ja dole. Më shumë kështu, ç'kemi? Ç'kemi? Oh, ç'kemi? Ç'kemi? Po të lont! Mendoj se ja doli. Kështu që i thash kujdestares, që s'është e mundur të bëj detyrat dhe të rregulloj flokët. Të dyja në një natë. Hej, vajza! Ç'kemi?
Nikola dhe unë kemi bërë disa stërvitje. Shpendosjet lart dhe poshtë. Si thoni të shkojmë e të ulemi tek ajo pema? Mirë, shkojmë. Të thash që ishte një ide e keqe. Si është puna? Ti mund të fluturosh apo jo? Jo, dua të them po, dua të them unë. Sigurisht që po, vetëm nëse je thjesht një gjysmështrik. Peshiko. Nikola është gjysmë shtrik. Nikola është gjysmë shtrik. Nikola është gjysmështrik. Nikola është gjysmështrik. Zonja Shtrig, Po, zonjusha Stenç. është fjala për Nikolën. Çka ajo? Ajo është gjysmë Shtrig. E di. Ka ndonjë problem? Po, kam frikë se vajzat e tjera kanë marrë vesh dhe ju e dini si mund të bëhen ato. Salem, si mund të flesh në një orë të tillë? Në 3 të mëngjesit? Nuk e di, më vjen natyrshëm. Ato po e torturojnë atë. Nuk është e drejtë. Dhe i gjithë faji është imi. Ato s'do ta kishin zbuluar kur, po të mos isha përpjekur për t'i bërë shoqe. Ajo ishte e lumtur dhe nuk përzihej me njëri. Dhe unë nuk di se çfarë të bëj dhe si ta ndihmoj atë. Kam një pyetje. Për kë po flasim ne? Për Nikolën. Po, sigurisht. Tis, tat. Sa keq. Tani, a mund të vazhdojmë të flem? Salem, ti nuk po më ndihmon fare. Po ku dëgjon? Unë jam açok, si jam pema urtësisë. Duhet të ketë diçka që mund të bëj. Diçka që mund... Çfarë the ti? Tis, tat. Sa keq. A vazhdojmë të flem? Faleminderit. Më bëhet qefi që të ndihmova. Çfarë do që bëra? Të kërkoj të falur, vërtet shumë. Ti e mbajte të fshehtën time deri në fund dhe je një njeri shumë i nderuar. Dhe për më tepër, unë di si ti rregulloj gjërat. Edhe më parë u përpoqe ti rregulloje. Këtë herë do të shkojmë tek pema e urtësisë. Çfarë? Edhe unë nuk jam kaq e çmendur. Të gjitha problemet tona vijnë nga që jemi gjysmë shtriga. Duhet të ketë një mënyrë që të bëhemi të plota. Dhe ti e di që pema e urtësisë duhet ta di përgjigjen. Por mbretëria shtrigave është krejtësisht e ndaluar. Do të hymë fshehur azisonde pasi të fiken dritat. Askush nuk do ta marrë vesh. Por ne jemi gjysmë shtriga, do me thënë gjysmë të vdekshme. Dhe të vdekshmit nuk lejohen të hyjnë në mbretëri. Nikol, kjo do t'i rregullojë të gjitha gjërat. Unë e di që do të rregullohet. Kështu mendon? Vërtet? Unë e di. Ne mund t'ja dalim së bashku. Mirë? Shoqe? Mirë. Shoqe, unë s'kam pasur kurrë më përpara. Mirë çfarë? Një shoqe. Tani, si do të shkojmë te ky vend i ndaluar? Po, ky është një problem pak i vogël. Jam e sigurt që pash një libër. Jo këtë, as këtë. Po ky këtu? Ky është.
Drejtimi për në mbretërinë e shtrigave. Oh, vlla! Jo nga kjo anë! Nga jo anë! Ja ku është porta. Nëse mund të shkojmë deri atje, e di që mund të hymë brenda. Sa e vështirë mund të jetë? Po si do shkojmë nga këtu deri atje? E po... le të provojmë këtu. Kjo është magjia për kalimin në mbretëri. Mutatitas grandis ut. Mund të jetë kjo? Edhe nëse s'është, duhet të jetë. Si do mund të hyjmë pa parullën? Kërkesat me kazan. Jemi këtu! Jemi mbushur gjithë njolla. Çfarë kishin ata kazanët? Kujti bëhet vonë. Ne jemi brenda. Dakor, po ku jemi? Njëta, vendosim lyta, 2-1 vetëm për sot. Krem rrudhash, toni rrudhat në fytyrën tuaj. Jo, faleminderit. Ti duke si një vajzë shumë e mirë, e dashur, e qeshur dhe shumë i sore. E po, unë në fakt... Unë mund të rregulloj këtë, po jo kaq shpejt e dashura ime. Një kavanos pa shpirtësie vetëm për ty të siguroj unë që do të bësh egoiste, e keqe dhe semërkur. Faleminderit, po jo faleminderit. Më falni, por mulla e fundit që hëngra nuk më bëri mirë. Eja të shkojmë. Pallati magjik I pa drejt me bretkosat. Pallati magjik I pa drejt me bretkosat. Bashkim tani, bashkim për gjithmonë. Ke qenë ndonjëherë në ndonjë vend si ky? Nuk ka vend si ky. Pallati magjik I pa drejt me bretkosat. Si do të gjejmë pemën e urtësisë? Nuk e di. Mund të jetë kudo. Shiko! Tungjatjeta, a ka njëri këtu? Përshëndetje! Më falni, pema e urtësisë? Hey! Ka njëri aty? Më duket se po I bërtasim pemës të gabuar. Dhe nuk po gjejmë dot brenda në pyll. Po kërkoni ndonjë gjë bukuroshe? Pemën e urtësisë. E dini ku mund ta gjejmë? Një portal magjik mund t'i çojë juve kudo. Doni të provoni një?
cilën? Të duhet të zbuloni juve? Çfarë kemi për të humbur? Për këtë kam frikun. Dera e gabuar? Dera e gabuar. Kjo që nga shumë e bukur. Po si do dalim që këtu? Kjo ishte shumë afër. Mirë, kafshues. Do provojmë një tjetër? Zgjidhe ti. Po? Po, çfarë ka? Jam mjaft e zonë, si që she. Po, më falni, po shkoj tani. Doja vetëm të thosha që mungojnë 2 vajza. Kjo është e gjitha. Çfarë? Ju jeni e zënë, po vi më vonë. Çfarë po më thua ti? E po, unë thjesht po kontrolloja shtretrit si zakonisht dhe dyshim bosh. Në fakt, njëri kishte diçka si diçka të lesht, diçka që gërhiste. Çfarë? Si? E po, ishte diçka si... Jo ajo. Vajzat, ku janë ato? Ato kanë ikur. Nicole? Po? Nicole, shiko! Atëherë? Shkojmë më mirë. Si? Kush? Sabrina do të thosha dhe Nikola besoj. Ku kanë shkuar? Unë gjeta këta dhe ishte hapur këtu. Një hartë?
Atje, ato shkuan atje. Në mbretërinë e shtrigave? E gjede, motor. Po Sabrina dhe Nikola janë thjesht nxënëse. Po, pa dyshim që janë. Po kush e di se çfarë mund të ndodhë atyre në mbretërinë e shtrigave? Më sill telefonin. Bukur! Jo. Më majtas. Jo, nga e majta tjetër. Jam e rrethuar nga të paaftët. Çfarë ka ndodhur? Po më gundulis. Do pushosh ti? Më vjen shumë keqe, po ju shqetësoj në fundjavë lartësia juaj e tmerrshme. Hyrë në temë, zënju shashtrig. E po, diçka qesharake. Do shkuleni gazit. Duket se 2 nga nxënësit tona kanë... Çfarë kanë? Kanë ikur nga akademia dhe kanë hyrë në mbretërinë e shtrigave dhe... Çfarë? Me sa duket e priti mirë. Ajo I humbi. Çmendura. Ajo nuk kontrollon dot as 2 gjysmë shtriga të vogla 13 vjeçare. Sa keq. A e kuptojnë ato vajza të vogla çdo të thotë kjo? Po, është turp, por... Thjesht nuk është e sigurt për 2 nxënëse gjysmë të trajnuara që të jenë në mbretëri. Po, por me qëra fjallat të Qesi, nuk po mund të mendohem dot. Po, sigurisht, edhe unë e kam atë problem. E janë këtu ju budallënj. Edhe uleni atë shkëmb. Kanë kaluar përmes portaleve magjike, tipike. Mjaft ndej një duar kryq dhe nxirrini ato qatje, shpejt dhe pastaj mi sillni mua. Do të doja shumë, por... Të baft. Shkoni! I dua ato këtu brenda një ore! Dhe gjeni një shkëmb tjetër për të zëvendësuar atë që thyet. Nikol, më pëlqen shumë të kërcej me princa, por nuk mendon se duhet kërkojmë pemën? Ju vjen keq të ndërpresim. Mos keni parë gjë 2 gjysmë shtriga këtu rrotull? Paka shumë të gjallta sa ju dhe në moshën tuaj. Hej, është mesnatë dhe unë duhet të kthehem në një bretkos. Ajo ishte dera e fundit. Dhe nuk ka pemë të urtësisë. Duhet ai qenë patjetër nëse duhet të kthehemi për mëngjes. A shikon ndonjë gjë? Ka shumë pemë, por as një prej tyre nuk duket shumë e mençur. Ç'ishte ajo? Thjesht një buflak, asgjë për të frikësuar. Po kjo? Thjesht një korb, asgjë për të frikësuar. Po jo. Ajo ishte për të frikësuar. Ndjek më? Tani jemi në rregull. Vërtet mendon kështu? Vërtet mendon se shpëtuam?
Sepse unë mendoj që ndoshta gabuam. Sabrina! Unë e di që ishte ideja ime për të ardhur këtu, por ndoshta nuk ishte një ide shumë e mirë. Sabrina! Duhet të kishim qëndruar atje dhe të përballeshim me problemet tona, sepse kur erdhëm këtu prej meje, u futëm në telashe. Po, edhe unë kështu them. Rore lëvishme! Duhet të bëjmë një magji që të dalim që këtu. Ne jemi gjysmë shtriga, Sabrina. Çfarë do të bëjmë? Hardhia! Përqendrou! Së bashku, Nicole! Edhe pak, Nicole! Ja dolu mban! S'më besohet! Shpëtua! Jemi në rregull! Po, por unë do doja shumë të kishim bërë një dush. Herës tjetër tregohu më e qartë. Hajde, duhet ta gjejmë atë pemën. Sikur të kishim ndonjë shenjë. Pema e urtësisë, 150 metra. Çfarë po presim? Shkojmë! Pema e urtësisë drejt përpara. Po thuaj se arritëm. Një dëshirë për njeri, bashkëmbime pa kthime pa të vdekshëm, të gjithë janë përfundimtar. Tjetri! Se dija që kjo pema ishte kaq e njohur. Hajde, Pema s'ka gjithë ditën përpara. Tjetri, emrin... Sabrina Spellman. Nicole Candler. Sabrina Spellman? Sabrina e Salemit? Po. Hej, lapush, sile shpejt bishtin këtu. Është shërbëtorja e Salemit. Shërbyesja? Salemi na ka folur për ty. Si ja bën gjërat gati, si i bindesh gjithë urdhrave të ti. Kështu ju ka thënë ai, apo jo? Tjetri! Çfarë do bëjmë? Unë nuk e di fare. Thoni dëshirën tuaj! Ç'kemi? Po, ç'kemi? E do të zitosh ti, po më bje të gjitha gjethet këtu mua dhe po më kryet, sa më kryet? Vajza, do më dimoni pak me një të kryetur. Besoj, mirë. Këtu? Sa mirë, sa mirë, faleminderit. Atëherë, çfarë mund të bëj për ju, vajza? E po, me pak fjalë puna është... Mikesha ime dhe unë... Thire të shkretën! E po, ne kemi disa shoqe, dakord? Mirë, 2 shoqe me një problem. Po, shiko, ato janë gjysmë shtriga dhe... Gjysmë shtriga! A din të bëjnë magji ato? Sigurisht. Do të duhet magjia, nësa do duan të dalin nga mbretëria. Të gjalla! Bëj mirë të shkojmë. Dhe shumë shpejt. Ndaloni atë! Si urdhëron? Ktheuni këtu! Unë e di kush janë gjysmë shtrigat. E dini? Gjysmë shtrigat jeni ju. Po. Shumë mirë! Mua më kanë mbetur 3 nga 9 jetët që kam, nuk harxoj asnjë tjetër. Mua më ka ngelur vetëm ty.
ti ma i mirë është e vështirë të gjendet. E që të keqe ka ti jesh gjysmë shtrik. Unë ka një kushuri që është gjysmë pish. Vërtet? Dhe gjysmën tjetër e kalis. Vërtet? E po me që përrofemi të gjithë edhe unë vetë jam gjysëm pëllum. Ne donim të dinim nëse ju... Nëse mund na bëni shtrika të plota. Kështu është puna. Jeni të sigurta për këtë? Po. Nuk doni të jeni gjysmë shtrika? E sakt. Jeni të gjitha dhe doni të bëheni njëtër? Po, pikërisht. Mirë, nëse jeni të sigurta kështu do bëhet. Sprapsoni pak? Aty. Dhe Quader Diminus, ursuk sum universus, ajo që ishte gjysëm tani të bëhet e plot. Bëjljet e plot. Ti u bëre shtrike plot u lëra të vdekshme. Dhe si që di ti nuk mund të ketë të vdekshëm në mretërin e shtrikave. Kthej ato, të lutem. Të lutem. S'ka shkëmbime, s'ka anullime, të gjitha magjit janë përfundimtare. Pse nuk na that? Pse nuk na ndaluat? Urtësia e vërtet nuk thuhet. Ajo vetëm fitohet. Unë do të ndryshoj vetë atë. Unë jam një shtrike plot tani. Jo, të duhet më shumë magji se kaq. Vetëm një medalion magjik mund ta shpëjë magjinë e urtësisë. Një medalion magjik? Po ku mund të gjej një? Salem! Jakus! Jo. Hej, prisni! Unë jam një shtrike plot, apo jo? Idiot! Budala! A e dëgjuat? Gjysmë shtrika fluturojnë mbi kotec. Ma merë mendja se përballoj dot tensionin. E gjora. E po, ajo s'kishte për të pranuar kur këtu, gjithsesi. E vetmja vajzë e papranueshme këtu je ti, Porsha. Kjo po që më trëmbi. Po kjo, atëre? Hej! Ose kjo? Ose kjo? Ma ul poshtë! Në rregull. Më reshtruar, Porsha? Po, Porsha, çka kështu? Ajo mund t'i bëj prap me magjisë që kishte. Nuk e di. Ndoshta nuk është ajo shtriga që duhet të ishte në të vërtet. Salem! Nikola u kthye në gur. Dhe gjitha kjo për shkakun tim. Sabrina? Dhe e di përse? Sabrina! Sepse unë e vrava mundjen vetëm për ato mendimet e tmerrshme dhe të shpifura të atyre vajzave. Doja të pëlqeja atyre. Sabrina! Që të më pranonin. Sabrina! Po përpiqem të them, unë e di. Vërtet? Po pse nuk më the? Më tha Spajku me lapushin. Ata thanë se medalioni im... Do të shpëtojmë atë.
Salem, faleminderit. Ti e di se ç'do të thotë kjo për mua. E di që ishte gjithfaj im dhe... Mirë, mos të fillojnë prap me këtë. Ne duhet televizin. Më falni. Më vjen keq, por natën është mbyllur. E ja nesër në orën 13. Unë s'kam ardhur për dëshirë. Ajo ka ikur. Ata e morin. Kush e mori Nikolën? Sepse unë duhet të... Mosuar gjo, zemër. Kështjela e shantras. Dhe pikërisht atje do të shkojmë. E po, ti mund të gjesh një shoqe tjetër. Salem! Po bëja shaka. Wow, sa kështjela e madhe kjo. Ajtë! E dëgjove atë? Ti po shikon ëndra me sy hapur. Më falë, por kam shumë alergji nga lakuriqtë e natës. Mendo, si mund të hymë? Duhet të ketë një mënyrë. Askush nuk hynë e nuk del përveç atyre lakuriqve të natës. Kjo ishte! Çfarë ishte? Unë jam një shtrigë plot tani, dhe do të shndrohemi. Jo në! Lakuriq nate! Më falë. A e ke idenë se sa e turpshme është kjo gjë për një maçok? Edhe një përpjekje. Jam me sigur që mund t'ja dal. Roje! Unë po iki që këtu. Po sigur të na bësh sopë pa mëlqie. Salem, ne duhet ta shpëtojmë Nikolën. Të lutem. Në rregull, mirë. Jepi! Nga të gjithat gjërat që ne mund të ishim. Apse! Se duhet të bëshim lakuriq janate. Apse! Unë kritëm në fluturim. Ti ndjekim nga pas. Do t'i bie unë alarmit. Tire herën e fundit, është rada ime tani. Jo, nuk është rada jote. Jo, është e imja. Jo, nuk është. Është e imja. Është e imja. Jo, nuk është. Nuk qenë kanë këtu. Le të shkojmë. Prit pak. Edhe me bas jam fshehur këtu. Gjithë një të armaturat fshihen. Mire mendove. Ta di skrins që ke për ta paguar këtë. Ishte ideja jote. Nuk ishte ideja ime. Nuk ishte. Ishte. Nuk ishte. Ishte. E she, unë të thash që nuk duhet të fshiheshim atje. Vetëm një gjë. Unë kam alergji nga krimbat. Hajde! Salem, jemi në qark! Si mint! Fol për e vete ti! Mami! Hej, Kraven, kom ngec!
shkëlqur. Të lumt, vajzë. Faleminderit. Nuk mundem! E gjithë ky është fajit. Jo, nuk është. Është joti. Nuk është. Oh, jo. Nicole! Ja ku janë arriti, shikoj. Unë si pari. Medaljoni, Salem! Më duhet medaljoni! A? Prisni. Të lutem, bëhet të funksionoj. Nuk funksionoj. Sa i nat, ja rregulloj unë ati spajkut. Pagova $20 për këtë gjë dhe më kot. Asgjë, hiç. Ti e ke bler? Ka për të më para i mua. Sa mirë që i plotësova një çek falco. Është i rem? E gjitha kjo? Po çmimi? Maçoku i madhi. Asgjë s'është e vërtet? E po, jo me kaq shumë fjalë. Çfarë bëra kështu? Më vjen keq. Nicole, ti ishe shoqja ime më e mirë që kam patur. Dhe unë të humba ty se doja të isha një shtrigë plot. Doja të më pranonin. Dhe shiko se çfarë bëra. E po unë nuk i dua këto fuqi. Nuk dua të jem një shtrigë. Do të kthehem në gur. Sabrina! Nalo! Ka një mënyrë tjetër. Nicole! Wow, kjo ishte çudia më e madhe. Sabrina? Nicole! Ti u ktheve! Ti je Nicole! Ylli yt është ende për gjysëm. Dhe yti, a nuk është një mrekulli? Çfarë ndodhi? Ndihem si e ngrirë. Histori e gjatë. Në fillim ishe gur, pastaj jo, e në shantra e prishi magjin. Po si? Pse? Pse? Sepse ti mësove një gjë shumë të vlefshme, të cilën disa shtriga se mësojnë kur. Ti mësove të 3 parimet e të qenit shtrig. Një shtrig e përdor magjin me mençuri. Një shtrig është e ndershme me miqtë e saj. Dhe një shtrig është e sinqert me veten e saj. Dhe sinqerisht, disa nga vajzat këtu nuk e kanë mësuar kur këtë. Të paktën, jo me të vërtet. Ato nuk e kuptojnë kur në brendësi të tyre. Ndërsa ti po, mikeshat e mia të vogla, ju keni diçka shumë më të fuqishme se magjia. Vërtet? Çfarë? Një miqësi të fortë që do të zgjas për gjithmonë. Dhe nëse je shtrig ose jo, kjo është një gjë që kushdo do donte ta kishte. Shoqe? Për gjithmonë. Çfarë të them unë? Jam një maçok shumë i ndjeshëm. Ç'na i gjeti? Ta merrte mendja se do t'ja dilim? Për asnjë çast. Jam kaq krenare sa që më vjen të shpërthej. Mos e bëj atë, ti e di se ç'rëmuj bëhet. Dhe shkopi në art, për faktin e të qenit shtrig dhe shumë më tepër, e fiton Sabrina Spellman!
garim? Mos vallë nuk tha emrin tim ajo? Më reshtruar, forsa. Mirë, shko. Ashtu të lumë, Brina! Faleminderit, zonjë. Doja vetëm të thoja që disa prej nesh e trajtuan shumë keq një nga shoqet tona të klasës. Ne nuk deshëm ta pranonim sepse ajo ishte gjysmë shtrig. Por kjo nuk është turp. Dhe unë e di këtë, sepse... Edhe unë jam një gjysmë shtrig dhe jam krenare për këtë. Unë jam krenare dhe nderuar që jam dhe shtrig dhe e vdekshme. Prandaj unë dua ta ndaj këtë eksperiencë me dikë që e ka merituar po aq sa dhe unë. Nicole Candler! Çfarë? Oh, zot! Hilda! Brina! 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 Aha! Po, duar drakisti! Duar drakisti! E po, më në fund, kjo ishte i gjitha. Kështu ne mësova kush isha dhe kush nuk isha. Kështu ndodhi dhe me mua. Ndoshta diçka e tillë ka ndodhur dhe me ju. Nëse ngjani do pak me mua, le të shpresojmë që nuk jeni si unë.